Korça ka nderuar një nga figurat më të rëndësishme jo vetëm të qytetit juglindor, por dhe të gjithë Shqipërisë, intelektualin e shquar Llazar Zai Fundon. Në mes të qytetit, mu në zemër të Korçës, tashmë qëndron i lartësuar busti i tij në sheshin që mban emrin e tij, Llazar Zai Fundon. Një bust i punuar me mjeshtri deri në detaje, nga skulptori i njohur Adi Dule. Llazar Fundo është një figurë komplekse e historisë shqiptare, një intelektual poliglot me plot 9 gjuhë të huaja, që lindi në një familje tregtarësh nga Voskopoja në Korçë. Më pas në rini u bë komunist. U pushkatua nga komunistët dhe përpara togës së pushkatimit la testamentin e tij. Komunizma që idealizonim si Krishtin për nga ligësit ja kalon dhe djallit. Kam qenë komunist, por s'do të vdes kurrë i tillë. Mund të gënjeja për të shpëtuar kryet, por s'mund ta bëj një gjë të tillë. Fotot që janë në çantë t'i jepen nënës në rast se është gjallë. Kto janë fjalët e një intelektuali të kalibrit europian. Figura akademike e kanë vlerësuar vendosjen e bustit të Llazar Zai Fundos në Korçë, duke thënë se ky ishte një akt i vonuar, por në fund është vendosur në vendin e duhur. Reagimet pozitive dhe vlerësuese ishin të shumta, si nga radhët e politikanëve apo edhe nga historian, shkrimtar, qytetar të cilët e njohin kontributin e tij të jashtëzakonshëm, si një nga firmtarët e manifestit të Ventotene për një Europë të bashkuar, pra një nga themeluesit e Bashkimit Evropian. Por me vendosjen e bustit të Llazar Zai Fundos, duket se ka nisur dhe polemikat, por nga ziliqarët dhe ata që njësoj siç historiani Aurel Plazari e theksoi, xhelozonin mendjet e ndritura. Gazetari dhe shkrimtari i njohur Agim Xhafka e ka sqaruar duke renditur arsyet pse busti i Llazar Zai Fundos është vendosur aty ku i takon, në shtëpinë e tij në Korçë, në sheshin që tani mban emrin e tij, Llazar Zai Fundo. Sa u vendos busti i Zai Fundos, nisën dhe polemika. Zilit tipike lokaliste. Pse u vendos bashkë në krye të vendit? Ndaj po sqaroi. Zai është vendosur te shtëpia e vet së pari. Së dyti ishte europiani i parë korçar. Së treti u internua dhe luftoi fashizmin. Së katërti u vra me porosi të Enver Hoxhës, shkruar dënimi me dorën e tij. Së pesti ishte një intelektual i rrallë që na bën nder të gjithëve. Për të mos shkruar më shumë, nxjerrja e tij nga harresa na bën mirë të gjithëve. Ta shohim historinë ton pa syze të errta, pa manipulime, pa shtrembërime. Boll jetuam me halucinacionet e diktaturës, shkruan Agim Xhafka. Ky mendim i shkrimtarit dhe gazetarit që më shumë tregon fakte, është mbështetur nga shumë qytetarë, të cilët e njohin figurën e nderuar të intelektualit Llazar Zai Fundos dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm si një nga firmtarët e manifestit të Ventotenes për një Europë të bashkuar, pra një nga themeluesit e Bashkimit Evropian.